moshën 40 vjeçare, babi jam ka emigruar në Itali. E tash unë të bëj të kundërtën. Me këtë investim është që më na lidh Kosova më shumë. Me pas arsye edhe më shumë për marrën Kosovë. Na nëse si jemi gjendje në Kosovën me çutë para, ç'ish po dojmë na me çuni shtet evropian. Materiale që e pastrojnë ajrin, që na bëjnë edhe mirë në shëndet. Unë jam largu prej Kosovës para luftës. Prindi jam ka shku diku ka 93, 94 më duket zi. Tana mas pak vite kemi shku edhe na për arsye që e dim kretë luftë ose kështu me radhë. Unë e kom shku në Itali, në Treviso, në qytetin e Trevisos është afër Venecijës diku një gjysore paka shumë. Edhe njëre kom vazhdu me shkollën fillore me kompletue. Pastaj pas shkollës fillore kom i me bo zanatin e këtyme dekorimeve, njës si bojaxhi. Më kom shumë kurioz dhe kom pas qef mi ditë të dekorimet, historia Italijës, qyteti, me kretë ato objektet, kom pas qef mi kuptu që shënë bone, me qëfar materiale prej aty të ka lindë këfar pasioni për këto prodhimet e shtukës, dekorimit. Kena shku një vit para se me fillu lufta këtu në Kosovë, vitin 96-97, dhe tash domethënë që të rrafsh gati 30 vjet i bojmë domethënë në Zvicër, kam shku në kantonin Zurich, në Vecikon. Atje merrem domethënë kemi 3 biznese tonat, domethënë një kemi përbashkë me pushtrimin, ku mirëm atje me kësi lloj dekorime. Atje kom kry shkollën, zanatin, kom kry këtë zanat tjetër, po me kohën e jetës domethënë ka ndryshu gjithçka. Kemi fillu me biznesin e parë dhe pastaj kanë lindë rjeti domethënë i klientëve që na kanë detyru të hapim edhe biznese tjera. Në Zvicër kemi një biznes që e bëjmë këtë punën, nuk shesim material, domethënë e bëjmë këtë punën. Është edhe një tjetër, është vllavi Ktina. Ai shihet pak, ama mirët me letra, me sene, domethënë ka një pjesë. Po, e ka një pjesë shumë të madhe që unë se preferoj kurrën kom qef me dalë në terren, me bë punë tjera. Po, atje kemi biznesin bashkë të tre, domethënë edhe tana kemi vendos me provu përvojën tonë, me ardhë këtu, me bo diçka. Kur na u ka sjell mundësia me ardhë në Kosovë, me bo diçka, me Nova Colorin e kemi shfrytzuar me nëna, s'kemi menduar 2 herë, edhe kemi vendos me ardhë këtu, që me sjell përvojën tonë, shka mundet me funksionu këtu, me aletsu mjeshtërve punën, apo edhe njerëzve në shtëpi me pas një produkt. Tash po shkojmë gjithmonë ka produktet kimike, që ma shpejt mi bo, ma lirë mi bo, na kemi kjo në këtë sen në ryshe është. Nuk janë produkte kimike, janë produkte që e përpunojnë ajrin, e pastrojnë ajrin, pse janë produktet e përpashmit, që kanë për qereqe, po gëlqira, na i thëmë qereqe, ka unë prezrenit. Qene materiale që për në me ja vlenë, jo veç bukur më pahe, ama janë materiale që e pastrojnë ajrin, që na bëjnë edhe mirë në shëndet. Na kemi marrë vendimin gati diku ka po një vjet paka shumë, ka lindë ideja shtu me Nova Colorin, do me thonë, edhe tana na kemi folë çdo 2-3 muaj bashkë, qysh me bo, ape bojmë, as pe bojmë, dhe kur kemi vendos, tana kemi vendos, edhe kur kemi ardhur këtu, do me thonë, po, është kërkesa, njerëzit e kanë për me e kanë pa që ka diçka të reje në Kosovë. Plani jonë është kemi ardhur këtu me shit materialin po, ama njerëz edhe mi shkollu, ama mi trajnu njerëzit që dojmë i përdorë materialet tona në mënyrën me dhënë përvojën e tonë, qysh prej bazës, qysh dhe me thënë përdorën, qysh përzijen, kursi zgjatë 2 ditë. 2 ditë shumë njerëz thonë, sa pak mu bo mjeshtër, nuk bosh mjeshtër për 2 ditë, ama na në 2 ditë i zgjedhim gjithmonë 5 deri në 7 materiale. Dhe me thënë, që ato 7 materiale shka na i trajtojmë, i punojmë gjatë kursit, se kursi është i lidhen teori, 5 minuta apo 10 minuta teori, e me nërena praktika, që me memorizue, dhe me thonë, shka kemi folë me nërena, jo shumë praktik, teori e të na nuk kujtohet shka është praktika me bohe. Tipe teoria pas taj kalot në trajnim. Do më thonë, që aton që a marin këta në teorin që a spjegon kushtrimi shumë mirë, ata e trajnojnë të në praktik. Do më thonë, aty shife do më thonë që spjegime që ja bon kushtrimi, ose teorin që po është një teori shumë e cilësume, se ata pe tregojnë të na vetën në praktik.
është radhës 26-27 dhjetor janë të radhës, ala se kemi publiku ma qëto sodimit të i punu për këto. Edhe një sen tjetër është se shumë privat thjerin të na, qysh me bo qëto, kon me bo këto, e kajnë materialin e blenë, ama problemi është kush e bonë. Edhe tash puna e trajnimit vinë për krejt Kosovës, ka për Maqedonisë, për Shqipërisë, ama për krejt Kosovës që po vinë, do me thonë, kur na thirr neve dikush pi Suarekës, çu ka ndodhur, na kërkojmë në listën e tonë e se krijojmë një listë, një grup, edhe kur na thirr një klient pi Suarekës, na kërkojmë Suarek kon e kemi që ka bë kursin edhe që e njeh këtë materialin. Me një çun njerëz që pak që e njohin materialin, që na e njohim, do me thonë që me këqyr sicilën herë mjek problemet si për klientin, si edhe për firmën që e bon atë punë që mi marrë pagesën që shduhet mos me pas probleme të ardhme. Klientela këtu në Kosovë është e ndryshme, do më thonë ka prej nivelit lartë të mesatarja. Kërkesa është atë që madhe, do mënë sidomos për mikrocementin atje, së është diçka e re që se kam palë. Nuk është e re, mirë po këtu në Kosovë me këtë material u punu shumë pak, ose su prezentu në këtë aspekt që prezentojmë na. E këtu na kena arri, do më thonë kena prek diku me një pikë që ka bo bum. Sistemi me plaka fuga është diçka shumë e mirë, po fugat pas 5-6 viteve do është mi pastru, do është mi ndru, se fillojnë tana të prishën, fillojnë tana lakështijat deporton. E kjo është një sistem shumë i mirë, shumë i cilësum, edhe nëse punohet si që dohet, më falë kështem, nëse punohet si që dohet, kjo ka një jetë afatgjatet mbi 20 vjetë. Na vim çdo herë verës, do me thonë njerë në vit vim pushime, se unë e vishe në Kosovë, kom pas gjithë me këqyr shka po shkonë tu, shka nuk po shkonë, do me thonë. Ideja profesionale ka qenë gjithmonë, po të na është arsyeja që na jemi në shkarrimi jashtë, jemi pakës nështë matë shumë të lidhen me vetë lindjen edhe e kemi gjithë në krye me shku me bo diçke në vendin tonë, me mësu, me adhon pakës një ndim të rive të këtujit, se nështë ka pak nevoj. E të na, do me thonë, në moshën 40 veçare, prindi jam, babi jam ka emigru në Itali. E tash unë të bëjt të kundërtën, do me thonë. E për fat keqaj nuk është këtu me pa këto, para disa muje e ka ndru jetë, ama unë jam i knaqën, do me thonë, ma mërmen që edhe i shkon i knaqën për ato shka jemi të bo, edhe tash unë e kom një arsye lamat madhe pëse më arë në Kosovë me zhvillu punën edhe më këthuj një ditë pëse jo. është një qëllim që unë se absolut se preshtoj. Te unë ka qenë gjajshëm, do më thonë, du më pas 7 vjetë, kur këm shku në Zvicër, ka qenë koha pak para luftës, edhe të është aty kena qenë, do më kena ikë, jo me dashe, po do më jena konë të obligum, si jena konë tashi, baba jam i ka dhe 3 vllazni tjerë, dhe në atë kohë jena konë 2 djemë e krejt qika, një bile me pështu dikush prej familjes. Kjo ka qenë arsyeja pse na kemi emigru të në Zvicër. Prej ditës pa që kena emigru në Zvicër, si unë si vlavi, na konë gjithë të lidhë me Kosovën. Kosovë jena mënu në çdo mundësi që kena pas me ardhë në Kosovë. Tash kjo qëllimi tash që kena bo, me këtë investim është që me na lidhë Kosovë ma shumë. Me pas arsye dhe ma shumë për me ardhë në Kosovë. Do më kohën e lirë, kjo është luksi ma i madhe një jetë. Pasunia ma madhe është familja dhe rreth i shnosh që kemi për rreth. Po deri tash është shkëlqyshëm, nuk kemi pas probleme, është diçka shumë pozitive, që nuk i kena para pa që bëhet kaq mirë. Domethënë është njerëz janë shumë pozitiv, vinë vizitojnë, sidomos ata që ju në kohë ndoket dyshim në fillim, po vinë, po tregojnë që ekzistojnë edhe ata këtu në Kosovë. Ata janë ata që punojnë me materialet Novakolorit. Kjo është diçka shumë e rëndësishme për neve. Se na jena tash distributorë në këtu në Kosovë, jena përfaqësia direkte e Novakolorit, struktura direkte e Novakolorit. Ja tash na këtu nuk jemi si pikë që shesim vetëm materiale. Po si që cak më herët na jena këtu, domethënë për mi dhonë ndihmë ata, kur ngelin ata me një problem që punojnë me këtu materiale, ngecin me një problem që s'din çysh me reagu, qa me bo, çysh me vepru, është jena na si pikë ndihmëse, pikë teknike këtu, që i ofrojmë ndihmë në atë aspekt. Diasporës i kisha thonë, mos u boni shumë kritik kur vini në Kosovë, kjo s'është kështu, kjo s'është ashtu, kjo s'është kështu, jo atje, mos paragjykoni se ndryshimin, nëse ndoni në ndryshim, filloni aty vetvetes. Kështu që e jeni në Kosovë, investoni, jo me investu me diçka, filloni me pak.
Numër një, jeni me mendim të mirë, se ju me pozitiv, pse ju ndihmon edhe juve me kalu një ditë mire edhe dikujna tjetër. Kështu që në Kosovë jemi të obliguar me arë me bo diçka, me dhënë kontributin tonë. Besoj se nëse na në shtëpinë tonë nuk jemi të gatshëm me bo diçka të mirë, ç'po dojmë na me bo në merkat. Na nëse jemi në gjendje në Kosovë me çute para, me zhvillu, ç'po dojmë na me qenë një shtet evropian. Unë jam Granit Zilfio. Unë jam Kushtrim Kastrati, jemi pronar të Arte Kazës, Nova Color në Kosovë.